Shikues të alert, mirë mbroma. Përshëndetje nga ekrani I televizionit Ora News. Jemi në emisionin e radhës në fakt për një çështje që prej 8 ditësh vlon, zihen në media, në institucione, në publik, një ankth dhe panik tek konsumatorët dhe do të flasim sot pikërisht për çështjen e salmonelës, gjetur në një sasi mishi pule, fileto pule konkretisht importi. Një sasi e analizuar e marrë për analizë që nga 11 marsi, rezultat analize me 21 mars, e dal nga ISUV dhe I shkuar Autoritetit Kombëtar të Ushqimit. Fakt, sigurisht keni ndjekur nëpër media këto ditë, lajme, deklarata, akuza, kundër akuza, situata nga më të ndryshmet dhe ajo që është reflektuar mbi gjitha është paniku I madh te konsumatori. Dhe do doja që në këtë emision të sotëm kemi një debat, një diskutim shterrues me idenë që të dalë e vërteta siç është, edhe pse në disa media e tjera ashtu thonë, stërthon fakt nga gjitha palët, pra e vërteta sipas palëve, por me qëllimin që konsumatori të qetësohet, konsumatori të mos ketë më atë ankthin e këtyre ditëve, aq sa her pas here më shkruajnë ta hakte, ta konsumojte, ta blekte pulën, ta blekte fileton e tjera. Dhe janë të shumtë ata, të cilët sigurisht I falenderoj sepse më ndjekin, na ndjekin të gjithëve. Në fakt, para se të flas, para se të diskutoj për temën, kam një anoncim në formë lajmi, është I fundit sot I Autoritetit Kombëtar të Ushqimit dhe I Ministrisë Bujqësisë, pas atyre investigimeve që bën gjithmonë kolegja Alketa Çeku e Orës Investigative, ka një vendim të Ministrisë së Bujqësisë dhe të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, sepse në faqen e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit në atë rubrikën e njoftimeve RASF, ka disa herë rresht luleshtrydhe të ardhura të importuara nga Greqia me pesticida ose mbi normat ose me pesticide të ndaluara dhe në fakt do doja të njoftoja të lexoja njoftimin e Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural dhe të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit për masat që janë marrë në fakt për këtë rast. Dhe bëhet fjalë konkretisht për një njoftim të orëve të fundit, orëve të pasdites, për një masë shtrënguese për analizat ndaj këtyre produkteve. Dhe bëhet fjalë edhe konkretisht, do doja të lexoj njoftimin që është edhe në faqen e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit. Në kuadër të transparencës dhe informacionit publikut, AKU bën me dije se për çdo rast të konstatuar e tjera njoftohet rasti. Lidhur me rastin e produktit luleshtrydhe, në një sasi prej 52 kg të importuar nga Greqia, AKU në bazë planit monitorimit në bazë risku zbatoi procedurën e dërgimit në datën 17 shkurt 2025 për analizim laboratorik dhe pas daljes së rezultatit u angazhua nëpërmjet sistemit të gjurmëshmërisë për mbledhjen dhe tërheqjen nga tregu të kësaj sasie luleshtrydhe. Në bazë faturave të shitjes të paraqitura nga operatori I biznesit, e gjithë sasia rezulton e shitur, pra janë konsumuar. Për këtë është komunikuar me gjithë pikat e inspektimit kufitar për mostrimin e 10 ngarkesave të njëpasnjëshme dhe të bllokimit në kufi të çdo ngarkese me luleshtrydhe deri në daljen e përgjigjes së analizave të çdo mostrimi për produktin që mund të vijojë të importohet nga Greqia. Pra, dhe synimi është që produktet të ketë një analizim më të thellë, pra mbi bazë risku dhe produktet mos dalin në treg deri në rezultatin e analizave. Ky është njoftimi I ditës sotme të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit. Ndërkohë do të kthehemi tek tema, do të diskutojmë siç e thash, të përpiqemi në mënyrë shterruese të japim përgjigje të gjithë konsumatorëve mbi gjitha. Do të flas për këtë çështje sot, pra për çështjen e salmonelës, me zotin Martin Jorga, që është drejtori I menaxhimit të rrezikut dhe koordinimit të inspektimeve në Autoritetin Kombëtar të Ushqimit. Mirë se vini. Mirëmbrëma, faleminderit. Jemi takuar këto 8 ditë bashkë në studio të ndryshme, bashkë me sonte këtu sa asnjëherë më përpara. Faleminderit për kohën. Ka qenë një angazhim I madh juaj. Është zoti Gentian Rumano, është avokat I kompanisë AMG, kompania pra importuese e sasisë filetos pulës nga Brazili. Mirë se vini në alert. Faleminderit. Edhe me ju jam takuar po në Skype në këtë ditë disa herë. Është zoti Ervin Resuli, presidenti I urdhrit mjekut veterinar dhe ekspert I sigurisë ushqimore. Faleminderit për studio. Faleminderit. Dhe në Skype, në fakt në pamundësi për qenë, sepse ndodhet jashtë shtetit, jashtë Shqipërisë, është Alban Zusi, është drejtor I Albanian Food Industry. Kënaqësi që ju kam në emision sonde, zoti Zusi.
Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi, sigurisht edhe ju nga koha juaj po rrini sonte në alert. Faleminderit shumë, jam takuar edhe me ju po për çështje salmonele në studio të ndryshme sepse ka qenë çështja e ditës. Ka pasur aludime në media, e thash në fillim, e tjera, ku shkoj, ku ushit, ku sushit e me radhë. Fakt, para se të filloj me diskutimin, me pyetjet, për të ftuar dhe gjithë situatën, me qenë se një ndër kompanit e dyshuara, dhe dua ta lexoj dhe ta mbyll historinë me atë emër, ka qenë kompania Dimal. Dimal, pjesë e të njëjtit grup biznesi, pra po themi, nëse u fut produkti në kjo fileto, pra në sallame apo jo. Me gjithë garancinë që ka dhënë autoriteti kombëtar i ushqimit që nuk është futur, me gjithë deklaratat e kompanisë që nuk është futur, gjithsesi do të lexoja një sqarim të vetë kompanisë, deklarat në lidhje me importin e mishit pulës së përpunuar dhe sigurinë e produkteve Dimal. Të nderuar konsumatorë dhe partnerë, lidhur me njoftimet e fundit në media të ndryshme online dhe në rrjetet sociale lidhur me importin e mishit të pulës së papërpunuar, kompania Dimal INC dëshiron të sqarojë publikisht si më poshtë dhe siç po shikoni edhe njoftimin, pra garantohet që nuk është futur produkt i tillë në sallame nga kjo kompani. Zoti Orgaçi, do doja ta nisja bisedën me ju si autoriteti kombëtar i ushqimit dhe si përveç faktit garantuesi i sigurisë ushqimore dhe ju që jeni në brendësi të gjitha procedurave, bashkë ndoshta edhe me kolegët tjerë në studio, apo edhe ata që na ndjekin, çdo kush ka drejt të ketë dyshimet e veta, se çfarë ka ndodhur. Do të nisja pikërisht nga marrja e mostrës në datën 11 mars, në mos gaboj, në pikën e inspektimit kufitar në Durrës. Çfarë ka ndodhur konkretisht? Do të ta bënim në formë jo debati, por diskutimi gjitha palët, me idenë që mos presim gjithë kohën përgjigjen tuaj apo të zotrive, po ta bëjmë në formë diskutimi me idenë që edhe njerëzit ta kuptojnë sa më qartë, sinqerisht. E qartë, koha që ka kaluar, në një farë mënyrë ka shërbyer edhe si një faktor për sheshimin apo balancimin e informacioneve dhe dënave në mënyrë reciproke që si autoriteti, si palët që ne kemi përballë të bëjnë objeksionet e veta dhe deri tani të bijem dakord në disa pika të cilat janë ende në zhvillim. Ashtu siç e thatë edhe juve, problematika ka nisur në datën 11 mars 2025, ditë në cilën ka qenë data për marrjet analizave në bazë risku e rastësishme për çdo operator biznesi që do të hynte të paktën në portin e Durrësit, ku është bërë edhe marrja e mostrës. Ka rastisur që ka qenë kompania në fjalë, është marrë mostra konform procedurave dhe planit me bazë risku, është dërguar në laboratorin e referencës, sepse duhet të theksojmë që mostrat që autoriteti kombëtar i ushqimit merr në gjitha pikat e inspektimit kufitar në bazë të planit me bazë risku, shkojnë për analizim në ISUV, që është edhe laboratori i referencës. Duke qenë se këto mostra kishin të bënin me një analizë mikrobiologjike për salmonel dhe me genocidet salmonel enteritidis dhe salmonel typhimurium, që janë edhe dy salmonelat të cilat vlerësohen nga siguria ushqimore si më të rrezikshme, në 2400 llojet që salmonela ekziston në produktet ushqimore. Kjo analizë ka specifikat e veta, të cilat shkojnë pak më gjatë se sa një salmonele zakonshme për analizim. Periudha e analizimit të kësaj mostre mori 10 ditë, do me thënë nga data 11 deri në datën 21 mars. Në datën 21 mars, nuk ka nevojë të përmendim këtu çfarë ore erdhi emaili, u bë edhe njoftimi alert nga ISUV-i lidhur me problematikën që mbartete mostra e cila ishte mostruar në datë 11. Doli që mostra rezultoi pozitive me salmonella typhimurium.
Me njëherë në drejtoritë përgjithshme u bë shkodimi i mostrës nëpërmjet komunikimit me drejtorinë rajonale të Durrësit dhe pikën e inspektimit kufitar që kjo drejtori ka, dhe u nis informacioni drejt drejtorisë rajonale në qarkun në të cilën subjekti zhvillonte aktivitet. Po atë ditë drejtoria rajonale e qarkut përkatës ka ngritur urdhrin e inspektimit edhe ka vazhduar me procedurën për inspektim në subjekt. Duke marrë parasysh peshën sasinë e produktit i cili ishte importuar në atë datë, u pa arsyeshme që inspektimit, duke u nisur dhe nga ora e mbasdites, ora jo e përshtatshme, le të themi, sepse oraret e punës janë fikse, por kur kemi të bëjmë me sigurinë ushqimore, pastaj ne dalim edhe jashtë këtyre orareve. U pa arsyeshme që inspektimit të kryejmë në 2 data, do me thënë datë 21 dhe datë 22. Po, dhe premte shtunë ka qenë. I tillë ka qenë edhe urdhri drejtorit rajonal të qarkut përkatës që inspektimi u krye në 2 ditë. Me marrjen e informacionit nga inspektimi fillestar që u bën në subjekt, u vure se nuk ekzistonte, kompania nuk kishte vënë në dieni ose nuk kishte vënë gjurmëshmërinë. S'ka vënë dispozicion në dispozicion, faleminderit se nuk po më vjen fjala. Në dispozicion të nuk kishte inspektorit vënë në akuz. dispozicion të inspektorit akuz, gjurmëshmëria. Kjo është ditën e dytë. Në inspektimin e parë. Inspektimi i parë është gjetur mbyllur me sindar. Jo, inspektimi i parë, ky është ai elementi. Inspektimi ka qenë 2 ditor. Inspektimi i parë 2 ditë, pavarësisht. Po, inspektimi i parë për ditën e dytë, po. Në këtë inspektim nuk është vënë dispozicion gjurmëshmëria dhe trupa inspektuese ka vepruar kundrejt rregullave që ka në legjislacionin në fuqi, ka vendosur gjobën për gjurmëshmërinë dhe për produktin e pasigurt, i cili është shpërndar nga operatori i biznesit, si një detyrim që operatori duhet të shpërndaj vetëm ushqim të sigurt, jo ushqim të pasigurt. Me marrjen e këtij informacioni në drejtorinë e përgjithshme, është ngritur një grup i brendshëm si trup mbështetëse dhe po përsëri me trupën inspektuese të Drakut përkatës, është shkuar përsëri në subjekt. Duhet të thënë që problematikat që kanë dalë nga inspektime kanë çuar edhe në 3 inspektime të njëpasnjëshme të subjektit në ditë të njëpasnjëshme. Kemi bërë maksimumin e mundshëm përsa i përket respektimit të kërkesave ligjore, është bërë marrje mostre edhe për lotet të tjera, sepse duhet thënë që subjekti në ngarkesën që solli fillimisht ka qenë një ngarkesë 27 tonëshe, ndërsa loti ishte marrë në një ngarkesë që ishte 8.790 tonë, 7.980 tonë. Pra, kontejneri ka 27 tonë me 4 lote brenda, 7.980 tonë është kilogram. Kilogram është pjesa në cilën është marrë analiza. Në inspektimet e mëvonshme, kemi marrë analizë edhe nga lotet e tjera. Edhe jemi në pritje të përgjigjes analizave. Duhet thënë që reagimi i autoritetit ka qenë i menjëhershëm edhe me bashkëpunimin e mëpasshëm të subjektit, ku siguruam që nëpërmjet drejtorisë përgjithshme të atimeve të merrnim një informacion lidhur me gjurmëshmërinë dhe subjektet ku ishte shpërndar produkti. Kemi bërë maksimumin për tërheqjen mbrapsht të produktit, kemi bërë maksimumin për njoftimin e konsumatorit, kemi bërë maksimumin për njoftimin e operatorëve të biznesit, sepse trupat inspektuese do shkonin në një biznes në një moment të kohës. Ndërsa nuk mund të prisnim që kjo trup inspektuese të mbaronte një inspektim e pastaj të shkonte në inspektimin pasardhës. I kemi komunikuar gjithë subjektet me telefona dhe me adresa e-mailit, të cilat i nxorëm nga Qendra Kombëtare e Biznesit. Janë vendosur përgjithsisht nga subjektet dhe pjesërisht nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit lajmërimet nëpër subjekte lidhur me lotin, aparencën e produktit dhe nënshkrimin që është produkti i paketuar, siç ka ardhur, po.
Edhe të gjitha këto veprime kanë bërë të mundur minimizimin Sot që flasim, brenda gjithë rrethanës që ndodhej, të shpërndarjes apo të tërheqjes së këtij produkti nga konsumatori. Në 7.980 kg. 3.600 ca kilogram nga AMG janë blerë nga kompania Dimal për t'i tregtuar si fileto. Nga loti i analizuar. E gjithë kjo sasi është kthyer mbrapsht. Edhe 500 kg tjera nga loti 2, i cili nuk ishte analizuar, e marë po nga Dimal në AMG është rikthyer e gjitha. Përveç kësaj sasie, sot që flasim edhe pikërisht për ata që na ndjekin, a ka shumë sasi ose thuajse edhe fare sepse kaluan kaq ditë ndoshta është tërheqje gjitha përveç asaj që mund të jetë konsumuar, Me lotin i cili loti që është deklaruar dhe që ka rezultuar pozitiv me salmonel, ne jemi konfident që sot në treg nuk ka, jo sot, po para shumë ditësh, para 4 ose 5 ditësh, në cilin në njëjtën kohë si kompania, ashtu dhe autoriteti kombëtar i ushqimit, kanë bërë njoftimin e operatorëve, kanë bërë njoftimin e konsumatorit, ky lot minimalisht është hequr nga tregu dhe mundësia për t'u tregtuar, edhe në ditët në vazhdim, ne edhe sot edhe dje kemi pasur kthime nga kompania, që na deklarojnë çdo ditë ka pas ka kthime nga ky subjekt, kemi të gjitha domethënë. Edhe e sigurojmë konsumatorin që nuk ka në treg produkte problematike, të cilat kanë rezultuar pozitiv sipas analizave nga laboratori referencës. Zoti Orgaçi, në gjitha, po them, morin e lajmeve, është, po them, jo deklaruar zyrtarisht, por duket sikur kompania AMG këtu ka qenë ai kriminali, po them thojse. Dua spari reagimin tuaj dhe pastaj do shkoj tek zoti Zusi sepse përfaqëson Albanian Food Industry. Në manualin për pikat e inspektimit kufitar, bazuar në urdhrin numër 620 datë 28/12/2008, në paragrafin 3 konkretisht thuhet për testet laboratorike, sepse du ta theksojmë që plani i marrjes mostrave ka qenë rutinë. Në pikën 2. Okej, ABC-i kam, por po them, plani ka qenë marrje mostrash rutinë, në bazë risku, jo me rast alerti apo dyshimesh. Pika B, për testet laboratorike, kur testet e rastit kryhen në planin e monitorimit referuar në paragrafin 1 dhe nuk ka dyshime për rrezik më njëhershëm për shëndetin publik dhe atë të kafshëve, dërgesa e testuar mund të lihet e lirë të lëvizë përpara se të sigurohen rezultatet laboratorike. Në gjitha rastet, DVI-t është dokumenti veterinari i importit dhe tranzitit, në mos gaboj, që shoqëron ngarkesën, duhet jeti plotësuar përputhshmërisht nga autoriteti kompetent i vendit të destinacionit. Njofton me shkrim pavonesa e tjera. Pra, ky është rasti kur ngarkesa lihet e lirë, nuk urdhërohet subjekte që ta bllokojnë deri në daljen e analizave. Pika C, kur testet laboratorike kryen bazë dyshimit të inteligjencës në dispozicion për parregullsi, pra nëse ka alert, njoftime, dyshime e tjera, atëherë produkti mbahet i bllokuar deri në rezultatin e analizës. Rasti i kompanisë në fjalë është rasti B, kur lihet i lirë. Tani, a ka kryer ndonjë krim kompania që e ka nxjerrë në treg të produkt pa ardhur analizat, përsa kohë jemi tek planet zyrtare, pra ato mbi bazë risku dhe jo me dyshime? Terminologjia e përdorur, krim është pak e rëndë. Krim ushqimor është ai, sepse në momentin kur e penalizon, është shkelja. Se nuk është krim. Pjesa e urdhrit 620 të cilit ju referojni, është pjesa e përbashkët si për autoritetet kompetente, që në rastin konkret është AKU-ja, ashtu edhe për zbatueshmëri nga ana e gjithë subjekteve të cilët kryejnë. Po, përkatësisht, ajo ka të bëjë më tepër me sjelljen që autoritetet kompetente duhet të kenë ndaj ngarkesave të cilat hyjnë në Shqipëri. Edhe në rastin konkret, pika që juve sapo e lexuat, ka të bëjë me sjelljen që inspektori në pikën e inspektimit kufitar sillet apo vepron në përputhshmëri me bazën ligjore me ngarkesat të cilat vijnë për shqyrtim në sportel, se është pikë shërbimi. Inspektori ka marrë mostrën,
ka qenë një mosë rutinë ashtu si që mund të kuptojmë në portin e Durrësit. Patjetër, 10 Ka mostra një mund të fluks jetë. shumë të lartë A jeni në gjendje të sot me thoni se problematikës. në çfarë forme është marrë mostra? Unë nuk mund të A janë vërtetoj, apo zbatuar, nuk mund të janë konfirmoj. zbatuar, po pra, janë zbatuar drejt standardet për marrjen e Ja mostrës? të shpjegoj pjesën patjetër te kjo pikë. Unë nuk Jo, jam pyetje e kisha, unë nuk më jam falni. as vëzhgues, nuk jam as Jo, pyetje e kisha, do të kontrollues. thënë që a jeni në gjendje sot për ta konfirmuar se cila është forma që është marrë mostra? Unë jam një pjesëtar i ekipit të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit që monitoron, koordinon gjithë veprimet Patjetër, dhe patjetër, konformitetin me bazën ligjore. patjetër. Dhe në momentin që të gjithë forca e AKU-s del në punë në element inspektues, se cili prej tyre ka marrë një përgjegjësi mbi vete, ka përgjegjësinë e firmës për gjithë aktivitetet që kryen. Po, unë po ja shpjegoj të mundohem të jem sa më i saktë. Ndoshta nuk do kem, mund mos ta kem as nevojshme të ja u shpjegoj, por për kortezi dhe për publikun që na Jo, në dëgjon. fakt, unë të njëjtën pyetje kam edhe unë, po e kanë vijim me procedurën. Po, Por, rëndësishme. s'ka problem. procedura e ndjekur në një person i cili qëndron në zyrë dhe merr dokumentacione të cilat vërtetojnë konformitetin e aktiviteteve të ndjekura, unë nuk e vënë dyshim që kjo procedurë është ndjekur sipas procedurës. Dokumentat që janë Protokollet. serviru nga inspektorët janë sipas procedurës standarde të inspektimit në rast alerti. Jo, nuk është Këtë po rast thua. alerti. Pasi ka dhënë Isuvi Nuk është rast rast. alerti. Jo, jemi për marrjen e mostrës Kjo në është pikë. një mosër e zakonshme, si një Proces ditë verbal normale në pikë. për çdo gjë që merret qoftë në pikë, qoftë në terren, marrje mostre. Ai më duk shumë i Marrja e saktë. mostrës ka kam një parë dhe unë në proces verbal. marrja e mostrës ka një procedurë të caktuar. Po, në pikë. Ka një procedurë për marrjen e mostrës, ka një procedurë për ruajtjen e mostrës, për transportin dhe për dorëzimin e mostrës. Okej? Tani në moment që unë tash nuk jam as vëzhgues as kontrollues i mënyrës se si merret. Por personi që merr mostrën, Ma përgjegjësi inspektori, direkt do ashtu, për- ai ka po. përgjegjësinë për marrjen e kësaj mostre. Atë do më lejoni pak shkoj te zoti Zusi, sepse duke e pasur në Skype duket si kështu më i diskriminuar në thojza. Unë nuk dyshoj E se kam ka zoti Zusi, qëndruar po. gjëja dhe marrja e mostrës në pikë. Zoti Zusi, po e nis me ju në fakt me një koment për gjithë këtë çfarë ka ndodhur, Çeku i dhe e opsionit dyta para. në lidhje me këtë që sapo përmenda unë. A mos është koha që të ndryshojmë diçka në bazë ligjore, qoftë edhe tek ky urdhër dhe tek manuali i inspektimit në pikë, me idenë që kur merret një mostër, pavarësisht rutinë, produkti duhet mbahet i mbyllur, pra i bllokuar, jo në pikë patjetër, po edhe në magazinat e kompanisë importuese deri në daljen e rezultatit. Faleminderit Granit Klasi. për mundësinë që më dhe edhe për të thënë një opinion të përgjithshëm për gjithë të çfarë ka ndodhur. Atëherë gjëja e parë që unë do të thoja dhe lajmi shumë i mirë është që megjithëse ne kemi mbi një javë që flasim për këtë çështje, asgjë nuk ka ndodhur me publikun, me Regjia vetëm konsumatorët. mbyllja mikrofonat të ftuarve sepse janë në bisedë me njëri tjetrin. Më fal Alban. Pra, lajmi shumë i mirë është që nuk kemi asnjë raportim për raste, për sëmundje të qytetarëve, të konsumatorëve nga Instituti i Shëndetit Publik, nga spitalet, nga kushdo qoftë tjetër. Yes, kemi. Dhe kjo është një gjë jashtëzakonisht e rëndësishme dhe që duhet përshëndetur dhe që duhet ta vlerësojmë. Kjo do të thotë se masat e marra kanë funksionuar, alerti i ka qenë i duhur, ndonë se u morën shumë përgjegjësi ndoshta nga autoritetet dhe kushdo që e bëri këtë punë. Por gjë e më rëndësishme është që konsumatori nuk ka pasur kosto, pasoja, konsekuenca nga kjo gjë. Gjëja e dytë që do të doja të thoja në kuadër të përgjithshëm, e qenë se ma drejtove pyetje në këtë mënyrë dhe unë e vlerësoj shumë këtë gjë, sepse është shumë e rëndësishme, është që neve në fakt me këtë që kemi bërë, pa diskutim kemi bërë mirë sepse kemi shpëtuar konsumatorin nga konsekuenca, por duhet vlerësojmë që kemi bërë edhe goxha dëme me komunitetin e biznesit. A do më përgjigjesh për pyetjen sepse s'dua t'ju ndërpres, por ndërkohë ka ardhur koha e reklamave.
përgjigja për pyetjen është e tillë. Në qoftë se ne do të vendosim që çdo analizë që merret në pikë produktit të qëndrojë në portin e Durrësit apo në pikën doganore hyrëse, derisa të dalë përgjigja e analizave, duhet që porti i Durrësit të jetë 10 fish i këtij që është. Jo, mund të rrjedhin magazinat e subjektit importues, jo detyrimisht. Po të qëndrojë magazinat e subjektit importues, duhet të ketë një datë të përcaktuar qartazi nga autoriteti kombëtar i ushqimit sa ditë do qëndrojë atje. Nuk mund të qëndrojë pafund apo derisa të vi përgjigja. Kjo nuk mund të jetë opsion derisa të vi përgjigja. Ai do qëndrojë atje 5 ditë, 4 ditë, 10 ditë, aq sa do të duhet. Shikoj, nuk qëndrojnë gjitha ngarkesat, po flas vetëm për ato që merren mostra. Ato që merren mostrat, ato që merren mostrat, sepse nuk kam asnjë lloj kundërshtimit, që të fuqizohen masat e sigurisë ushqimore për të mos ndodhur ngjarje të kësaj natyre, por nga ana tjetër nuk duhet kalojmë në ekstremitetin tjetër të mos marrim as pak në konsiderat kostot e shtuara, të cilat në fund fare do paguhen përsëri nga konsumatori, nga mungesa e procedurave dhe mungesa e qartësisë së veprimeve inspektuese, kontrolluese etj. Nga institucionet publike. Pra, në qoftë se do të qëndroj për një analizë, duhet që analiza të ketë standardin e vet, do të thuhet kjo analizë e ka kohën e përgjigjes 5 ditë, kjo tjetër e ka 7, kjo tjetër e ka 8, dhe mbas asaj ditet automatikisht biznesi të jetë i çliruar, sepse për hir të vërtetës ne ballafaqohemi edhe me situata që analizat nuk përgjigjet e analizave, nuk na vijnë, na vijnë mbas një muaji, na vijnë mbas 2 muajsh, dhe pastaj inspektorët me shumë të drejtë, sepse ato kanë punën e tyre për të bërë, rendin dhe fillojnë dhe konfliktojnë me bizneset, duke thënë jo po pse e ke përpunuar, jo po pse e ke shqitur. Për natyrshëm biznesi nuk mund ta mbajë 2 muaj atje apo pafundësisht. Por nuk kam asnjë lloj kundërshtimi që të vendoset ky rregull që ajo që merret për të analizuar edhe bën edhe sens, ajo të qëndrojë e bllokuar kudo qoftë në pikë apo pranë magazinës për aq kohë derisa të dalë përgjigja e analizës. Zoti Zusi, do kthehem sërish tek ju, por edhe pas reklama mikrofoni juaj është i hapur, kështu që mund të ndërhyni sa herë të dëshironi. Para spoteve publicitar kam një mesazh promocional dhe konkretisht për Maxigesic, i cili është një kombinim perfekt i paracetamolit dhe ibuprofenit, të dyja së bashku në një tabletë vetme dhe me veprim të 2 fisht e të 2 anshëm. Maxigesic është ideal për dhimbjet që shkaktohen nga gripi, dhimbjet e artritit dhe të reumatizmës, por edhe për ju gjitha gra vajza është një armik i fortë kundër dhimbjeve menstruale. Një tabletë Maxigesic është ideal për dhimbjet e dhëmballëve, kokës dhe muskulare. Dhimbjet të kapin befasisht, ndaj mbajeni me vete kudo që jeni. Spotet publicitare e kthehemi për pjesën e dytë. Mos u largoni nga ekrani i Ora News. Jemi sërish në alert në këtë pjesë të dytë dhe po flasim për të vërtetën apo historinë e çështjes së filetos pulës me salmonellë. Fakt, duke qenë se na e kujtuan në diskutimet në publicitet, ka një keqkuptim masiv edhe nga media të një deklarate të ministrës bujqësisë në lidhje me shkrirjen e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit. Qelloi kjo deklaratë që u keqkuptua sepse qelloi fiks në periudhën në ditët e këtij lajmi, në fakt edhe për ta qartësuar për opinionin publik, jo për Autoritetin Kombëtar të Ushqimit, nuk ka shkrirje të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, ka një bashkim në bazë ligjit për inspektoratet, ligjit ri për reformën e inspektoratet, një bashkim të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit me Autoritetin Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve. Pra 2 institucione në një. Zoti Gentian Ruman është avokati i AMG Food. Në fakt, s'ke folur fare deri tani përveç një pyetje për zotin Jorgaçi, po si qëndron e vërteta juaj sipas jush? Atëherë, kjo nuk është çështje e vërtetës, kjo është çështje që të sqarojmë. Patjetër. Realisht atë çfarë ka ndodhur. Mua personalisht më interesojnë ata që na ndjekin konsumatorët. Pa diskutim për konsumatorët. Ju e dini shumë mirë që shoqëria ka bërë disa deklarata, të cilat janë bërë edhe publike në rrjetet sociale, ku janë garantuar konsumatorët lidhur me të gjitha veprimet që janë realizuar nga ana e shoqërisë mbas njoftimit që ka ardhur nga ana e AKU-s për njoftimin e analizave.
Produkti, ashtu si që konfirmua dhe nga zotëria, është mbledhur, është tërhequr i gjithë nga tregu, nuk është më në treg, kështu që kompania ka marrë masat që në datën 22 që ky produkt me njëherë të kthehej në shoqëri, të kthehej në ambientet e shoqërisë, ku ushtrohet aktiviteti. Problematika qëndron me fillimin e kontrollit që është realizuar nga ana e pikut pranë Drakut Durrës. Pra, data 11/3. Që kur është marrë mostra, është plotësuar DVT-ja nga ana e pikut në Durrës, ku dhe, si pas këtij formulari, janë rubrikat kryesore që përcaktojnë kontrollin e dokumentacionit, marrjen e mostrës dhe standardin e produktit i cili do të kontrollohet, kanë qenë të gjitha me rekuizitën i kënaqshëm. Duhet të sqarojmë për qytetarët që në këtë formular ka vetëm dy ose i kënaqshëm ose jo i kënaqshëm. I kënaqshëm ose jo i kënaqshëm. Dy opsione. Absolutisht, domethënë. Pasi kalon kontrollin e parë, pra që përcaktohet nga inspektorët që produkti dhe dokumentacioni është i kënaqshëm, virë në rubrikën 31 ku thuhet pranohet në treg të brendshëm konsum për njerëzit. Pra që këtu kemi të bëjmë, pra që nga përpilimi i formularit, kemi të bëjmë me një monitorim rutin, pra nuk jemi përpara një rasti që të ngrihet dyshim nga ana e institucionit dhe më pas mbi bazën e këtij dyshimi të orientohet shoqëria ose të vendoset nga ana e AKU-s ose Drakut Durrës që ky produkt do të bllokohet, mund të lihet në ruajtje pranë ambienteve të shoqërisë për shkak të mungesës ambienteve që ka vetë institucioni, mund të lihet në ruajtje pranë shoqërisë, por duke mos u shpërndar për në treg. Nuk ka patur asnjë orientim ose një vendimmarrje nga ana e AKU-s, pra pikut Durrës, në lidhur me këtë. Përkundrazi, është përcaktuar qartë që produkti është i rregullt dhe është për konsum për njerëzit. Kështu që në këto kushte shoqëria e ka marrë dhe në kalim të afateve, të analizave të parësore që realizohen nga ana e ISUV-it, pra afati tranzitor prej 5 ditësh kur nuk ka patur asnjë përgjigje nga ana e AKU-s, shoqëria ka ushtruar dhe drejtën e saj për ta tregtuar në treg. Është shumë e rëndësishme për qytetarin që të kuptojë që kjo procedurë nuk është se është një procedurë që është bërë rishtazi ose është bërë në këtë moment nga ana e pikut Durrës. Është të gjitha produktet, jo vetëm të shoqërisë AMG, por të gjitha shoqërive i nështrohen monitorimit nga ana e AKU-s. Kështu që në momentin që rezultatet konstatohen që janë të rregullta, pra pa ngarkesë mikrobiologjike, nga ana e AKU-s nuk kthehet asnjëherë një përgjigje ku të përcaktohet që produkti është i rregullt dhe është gati për konsum në treg. Dhe nisur nga kjo traditë tashmë e vendosur nga AKU-ja, së bashku me të gjitha subjektet e tjera, përfshirë këtu dhe shoqërinë AMG, shoqëria AMG nuk ka patur një njoftim të menjëhershëm nga ana e AKU-s që mos të vepronte ose mos të kalonte për shitje në treg të produktit. Duke qenë se kjo përgjigje ka ardhur mbas 11 ditësh, 10 thot institucioni, po janë 11 në vërtet. 11 është dita 11. Po, sepse, eksakt. Pra, ka ardhur mbas 11 ditësh, qartësisht shoqëria nuk ka patur absolutisht dyshimin më të vogël, apo le të themi nuk ka patur fare as pak asnjë shqetësim, sepse është një produkt që është i importuar nga një prej kompanive më prestigjioze në shtetin e Brazilit dhe që është kompani e cila është e certifikuar nga Bashkimi Evropian. Kështu që duke qenë se shoqëria e importon produktet e saj vetëm nga stabilimente të cilat janë të certifikuara nga Bashkimi Evropian, ku ndihen standardet që vendosen nga Bashkimi Evropian
për të certifikuar çdo lloj stabilimenti në shtetet tjera të cilat do ta importojnë këtë produkt në vendet e Bashkimit Evropian, edhe shoqëria AMG ka vendosur në politikën e saj tregtare që produktet e saj do të vinë nga stabilimentet të cilat janë të certifikuara nga Bashkimi Evropian, siç është edhe stabilimenti i Copacol Cooperativa. Kështu që në këto kushte shoqëria nuk ka patur pengesë ligjore që të tregtonte produktin në treg. E dyta, ne kemi dyshimet tona, pa diskutim që kjo do t'i nënshtrohet një verifikimi nga ana e shoqërisë, ne kemi dyshimet tona për mënyrën se si është marrë mostra në gjatë kontrollit që është bërë nga ana e Pikut në Dragun Durrës. Sepse produkti është i ambalazhuar dhe në sasi 2 kg. Pra një qese e produktit është 2 kg. Në qoftë se nga ana e AKU-s theksohet që janë marrë 5 mostra me 250 gram në qese të ndryshme, do të thotë që janë hapur 5 qese dhe ne nuk e dim se në çfarë kushtesh janë hapur këto 5 qeset. Pra, a janë hapur në temperaturën... Pas përfaqësues të kompanisë gjatë të kampionimit të... Nuk është detyrimi jon që ta provojmë këtë lloj situate. Shoferi ose një përfaqësues. Nuk është detyrim që ta provojmë këtë lloj situate, sepse është detyrim i AKU-s për ta verifikuar dhe më pas për ta sqaruar për publikun. Duhet kuptoj pse vinin dyshim kampionimin... Po patjetër e vëmë në dyshim. Po pse? Më jep një arsye domethënë. Ja, do ta shpjegoj arsye. Marrja e mostrës është vendosur, është vendosur edhe nga përfaqësuesi. Të lutem, po pa diskutim sepse është kontroll rutin. Pa diskutim. Pra, ne ngrem dyshimin tonë. Po dakor, ne ngrem dyshimin tonë. Prandaj po them që kjo do të nënshtrohet është një fazë të dytë. Është një fazë të dytë. Jo, ka një gjë, në momentet që ka abuzime për marrjen e mostrës, mund të ketë një sinjalizim nga përfaqësuesi që ka firmos dokumentin. Pa diskutim. Okej, dyshime mund ngrihet për çdo fazë, por themi gjërat që nësishme. Shumë malero që ta përfundoj. Dhe në fund fare mund të dalësh me këto konkluzionet. Ajo që unë dua të them është produkti është ambalazhuar në 2 kg dhe është hapur produkti. Që këtu ne duhet të shikojmë që ju pretendoni se është hapur. Për pastaj e ke marrë 250 gram, ke 5 mostra me 250 gram. Kampionimi që bëni Suvi është për 250 gram. Ndërsa rregulli që ka Autoriteti Kombëtar i Ushqimit në marrjen e mostrës, më fal se ndërpreva, nuk desha. Për pastaj s'ma le që ta përfundoj. Në rast se produkti është i paketuar, merret me njësi, nuk merret më me gram. Merret me njësi, një njësi përfaqëson 250 gram. Pavarësisht nuk e ka marrë me njësi, sepse ka marrë 5 mostra me 250 gram. Një njësi është 2 kg, duhet të merrte 5 njësi që janë me 2 kg në kushtet që parashikohet nga legjislacioni, në kushtet që parashikohet nga standardi, në temperaturën minus 80 gradë. Një moment. Temperaturën që ka produkti. Flet shoqërimi mostre për në laborator me numër i proces verbalit 0019328, 11/3/2025, dhe thot, paketimi, sasia, lloji paketimi, qese plastike 5x250 gram. Është proces verbali inspektorit i shkruar me dorë. Kushtet e ruajtjes minus 18, subjekti është kodi 020 që i shkruan një sumit me kod. Përmban shumë gjasa për interpretime dhe meqense çështja ka kaluar në një nivel tjetër, unë po them si është në nivelin tjetër. Ne sot jemi në nivelin tjetër, sepse nga AKU-ja ka gjithmonë të shpjegoj procedurën siç është e njohim procedurën, patjetër nderuar, e njohim procedurën. Kështu që dhe prandaj po e ngrem këtë dyshim, pra mënyra se si është marrë mostra. Ku e keni marrë, në çfarë ambienti është marrë mostra, si është transportuar mostra, a janë shfrytzuar mjetet e posaçme për transportimin e mostrës, sepse nuk po shkoni në një distancë prej 50 metrash, por po nisemi nga qyteti Durrësit, porti Durrësit për të vajtur për në Tiranë. Kështu që, duke qenë se janë shoqëria AMG është nënshtruar shumë herë kontrolle nga ana e AKU-s, pra Pikut kufitar për produktet që vinë dhe ka rezultuar të paktën në 7 vitet e fundit ka rezultuar që të gjitha kontrollet të jenë konform të gjitha standardeve, pra produkti ka ardhur konform të gjitha standardeve, pa diskutim që dhe shoqëria, duke mos patur dyshimin e saj që ky produkt do të rezultonte me dyshimin për prezencën e salmonelës, e ka tregtuar
produktin. I ka tregtuar që ditën e nesërme që ka ardhur në magazin apo ka pritur 5 ditë? Të nuk ta jap dot informacionin të saktë, por ideja që kishit pritur 5 ditë nga që nuk ka marrë informacion filluat shitjet. Nga ana juaj nuk ka patur asnjë lloj vendimmarrje për bllokimin e këtij produkti ose orientimin e shoqërisë që ajo mos ta tregtojë. Dhe duhet të ndryshohen procedurat nga ana e AKU-s, pra duke u bërë ky shkak, ky rast duke u bërë si shkak që të orientohen shoqëritë ose të ketë një vendimmarrje që deri në daljen e analizave dhe të jeni më të shpejt me daljen e analizave dhe me njoftimin e analizave që të veprohet më pas edhe nga ana e shoqërive ose subjekteve të cilat ushtrojnë aktivitetet e tyre në tregun vendas. Vlerësoj këtë kujdesin që po tregoni në aspektin e sigurisë ushqimore, por ashtu si që ne lexuam pak më parë, ju e dini shumë mirë. Nëse do flasim për kujdesin në sigurinë ushqimore, ju e dini shumë mirë standardet që ofron shoqëria AMG për ruajtjen e produktit. Magazinat, absolutisht. Jo që një rast të merret dhe produkti që sjell shoqëria, ambientet dhe produkti që sjell shoqëria, ambientet ku ruhen dhe çdo lloj infrastrukture e shoqërisë është e standardit më të lartë dhe sipas standardeve të përcaktuara nga Bashkimi Evropian. Domethënë investimi që ka realizuar kjo shoqëri pikërisht për të garantuar këto standardet është ai më i larti. Kushdo është i ftuar të vi ta monitorojë vetë investimin dhe infrastrukturën që ofron kjo shoqëri. Infrastruktura është një nga elementet kryesor të garantimit të sigurisë, por jeni të ftuar në çdo moment, ju e dini shumë mirë, sepse nga kontrollet edhe me aktivitetet të tjera administrative, çdo lloj aktiviteti, të cilat ka dështuar se është drejtuar nga juristi. Nderuar, nuk dështon asnjëherë. Vjen mirë që avukati ka hyrë në shumë elementë thelbësor, nuk dështon asnjëherë. Hyn në element shumë thelbësor. Ku janë avukatët? Unë do ta pranoja abuzimin me marrjen e mos nëse sot do mbije një foto ku më tregon inspektorin e pikut që nuk është konform apo mjetet që ka përdorur ka pra aq kohë sa s'ke prova aludimet i dashur aludime shoqëria nuk është nështruar një kontrolli, nuk ka patur dyshime. Shiko, shoqëria nuk ka patur dyshimet që mund t'i nështrohet një kontrolli. Unë jam mbi palat dhe unë e shoh në syrin tim si konsumator edhe raportin e operatorit biznesit. Po nëse po flisni për provën, konceptin e provës e keni të gabuar i nderuar. Po pra, normale, sepse gjatë marrjes kampionit, tani na i lënë specialistëve procedurë. Dhe unë po të thëmë, gjatë marrjes kampionit ka qenë një përfaqësues i kompanisë ose po të marrë rastin në standard shoferi. Agenti doganor. Ose agenti doganor ose shoferi kamionit. Dikush ka firmosin proces verbal. Nuk e dikush tani, se s'po hyj kësaj gjës. Dhe nëse ju keni prova që është grisqesja, është kapur pa durr, është futur në konxhelator të kontaminuar, nuk është ka qenë me ftoz. Grem dyshime. Tani, atëherë di pse është ja kursejmë gjë së dyshimit në prova konkrete. Sepse unë kam një vërejtje pra unë, ndërsa s'më shkon kur mendja që mund të jetë abuzur aty kur ne aty kemi vetëm letrat sot. Pra, nuk kemi pamje filmike apo fotografi që vërtet është abuzur. Dhe unë nuk e besoj dhe unë nuk dua ta besoj për hir të vërtetës që një inspektor i pikut bëjmë kakofoni. Dhe unë nuk dua ta besoj që një inspektor i pikut mund të çedoj në atë që është thelbësore për atë që ai është trajnuar gjatë gjithë kohës, marrjen e kampionit. A mund të jetë kjo e vërtet? Po, se ka prova për sa kohë. Ta sqaroj pak çështjen e provës, është shumë e rëndësishme. Po, për sa kohë. Është shumë e rëndësishme. Nocioni i provës është i përcaktuar nga ligji se si krijohet prova. Dhe provën nuk e krijojmë ne. E krijon institucioni. Prandaj pra po e them sepse mënyra se si e thoni ju, pra atë provë që kërkoni ju, nuk është detyrimi jon ky zotëri. Ndaj dhe unë ndërhyra sepse ti e kalove detyrimi jon është ne të ngrejmë dyshime, sepse nuk e akuzova AKU-n, ngrita dyshime për mënyrën e marrjes mostrës. A i ka standardet, a i ka standardet... Keni shpreju avokatët dyshim, i mbështetur në prova. Shiko, ne jo më larkë se sa disa vite më përpara, jo më larkë se sa disa vite më përpara, AKU-ja e di shumë mirë, se si kontenjeret, jo vetëm të shoqërisë AMG, po të çdo... Ma japësh fjalën, nëse mundesh. Pa tjetër pra tash, po nëse abuzoni me fjalën do ta japun po me një sjarim. Me një sjarim, nuk është dyshimi i provuar me një sjarim, po do ta japun fjalën. Po patjetër. Nëse kjo është gjithë
Provën e parë, më fal, provën e parë ti e ke gjatë. Domethënë, produkti është ambalazhuar në 2 kg. Janë marrë 5 mostra me 250 gram. Është normale që të hapet. Po merr më produktin komplet. Është normale që të hapet. Me çfarë shprehër, është i ngrirë. Po hapra prandaj po them. Dashur. Kush ka? E kemi kukur me dorë, pra ilushtron ose një fike. Marja po në një si pra në një si, po 5 si nga 250 gram pra. Merë në pjesë të si. Po 5 si pra, këtë pra po themi pra se si është marrë. Pra merë në disa element, një pako 2 kilogramshe. Nese, unë personalisht, përsa kohë ka pranuar i suvi, si mostër të regull do ke qenë. Momentin që u pranua nga i suvi, nuk munde që ti thoshe që është elementi i prerës. Unë e lë gjithmonë në dyshimin e avokatit, po unë e pyeta me ide nëse ka diçka konkret, se mund të kishte një pamje filmike apo fotografi në cilët siç ju në portalin tuaj keni sjell ato shkarkimin atyre kontenerëve në piskun e Vapës 40 gradë të produkteve. Atë punën e policisë që i hap policia. Po këtë kërkova në avokati. Jo, po mos merr rastin tënd ta përgjithësosh me rastin. Do të jap edhe pak orë vini se prokuroria ta mbyll se s'ka fol fare. Atëherë, ideja që ndron këtuja, në fakt duke qenë pozicionin që më intereson një punë e mirë edhe operatorit biznesit, edhe të akus, ndaj edhe do kisha shumë dëshirë me kuptimin edhe të operatorit biznesit, se në fund ditës edhe unë jam konsumator, pra edhe unë shqetësohem mbi produktet që konsumoj, nuk thëmë që është përgjegjësia e operatorit biznesit, përkundrazi, operatori biznesit në këtë rast ka vepruar në mënyrë të rregullt, ka fut mallin. Përgjegjësi s'ka ligjërisht, absolutisht. Dhe mua më vjen çudi se si është pallur operatori biznesit në kërkim. Domethënë këto siç kanë aludu ca gjëra. Pra aq kohë sa ai ka një proces verbal nga veterineri Pikut i cili thotë hidhe për konsum. Sot i pandehur nën hetim i thirrur nga prokuroria do të ishte ish zëvendës ministri i bujqësisë zoti Blendi Çuçi, i cili në 2020-ën me urdhër numër 31/20 i pari 2020 ka ndryshuar atë që ishte thelbësore dhe që sot ne po ekspozohemi ndaj këtyre agjendëve si në rastin e salmonelës, apo në rastin e luleshtrydhes, apo në rastin e mandarinave dhe kështu me radhë, po ekspozohemi si konsumator ndaj këtyre agjendëve akoma pa dalë përgjigja e analizës. Në gjykimin tim, urdhri i 2017-ës, e cila kampiononte pothuajse çdo ngarkesë mund bësh ndërhyrje në bazë risku, aman ngarkesat cilat kampionoheshin duhet të rrinin 5-7 sa e ka ligji apo sa e ka procedura e nxjerrjes së përgjigjes të izoluar në stabiliment dhe pa drejthedhjen treg. Të paktën në ato raste kur merresh kampionatura. Në rastet e tjera flasim pozicion tjetër. Dhe në fakt Resuli mund të shtojë diçka te kjo pjesa, sepse gjitha veprimet ligjore që merren nga ligjvënësi, merren edhe bazuar në praktikat e mira europiane apo mbarbotrore. Nuk është praktikë e mirë europiane, sepse kemi praktikë e mirë europiane të Kroacisë, e cila nuk i ka hedhë mandarinat në treg, nuk i ka hedhë mandarinat në treg kur ka marrë kampion. Unë nuk po të flas me opinion, unë po të flas me siguri me bazë ligjore. Po ne jemi pjesë e Bashkimit Evropian. Unë të siguroj që në Bashkimin Evropian nuk ekziston praktika që në momentin e marrjes mostrës të bllokohet produkti që mund të hedhin produktin do ikim nga mandarinat. Jemi vetëm te filetat. Nuk është praktik, nuk bllokohet në asnjë vend botës. Edhe duke u nisur nga fakti që gjitha stabilimentet me pesticida, të gjitha stabilimentet të cilat sjellin produkte në Shqipëri janë stabilimente të miratuara në Bashkimin Evropian. Për këtë po them. Dhe dyta, pra është një ndryshim i një urdhri ministri i cili në gjykimin tim ish ministri i asaj kohe duhet mbajë një përgjegjësi ligjore për këtë fakt, sepse këtu më lindë edhe mu pastaj dyshimi arsyeshëm si avokati i cili mund të thojë që dikush ka influencuar te ministri kohës që të zhbëhej ky urdhër dhe të krijojë kjo lloj amullie në cilët sot konsumatorët shqiptar janë të ekspozuar ndaj produkteve pa dalë përgjigja e analizës. Pra, të paktën për rastet duhet kemi një bllokim. E dyta, më vjen çudi se si akuja nuk ka arritur të shkojë të mbaj proces verbal apo të bëj veprime të duhura që ditën që ka marrë alertin. Dhe ka një tymnaj ku thuhet, jo vajtëm, jo ishte mbyllur, jo u hap, jo s'u hap. Ky është një problem nëse biznesi ka qenë i mbyllur dhe akuja s'ka arritur dot të hap biznesin, gjykimi tim është pafësi akuës kjo. Biznesi mund i ketë kthyr përgjigje, nuk jam aty, por akuja me gjithë mekanizmat e mundshëm që ngarkon ligji duhet të hapte biznesin që ditën e premte. Kush është një gabim tjetër i akuës gjatë procedurës dhe e di çfarë më vjen keq, nderuar doktor?
më vjen keq që kam frikë që kjo historia e filetove do përfundoj si historia e këtit begetit, ku ne do pagujmë si konsumator mirë që hëngën filetot për fajnë e akuus me salmonel, por do pagujmë dhe fatur shumë mirë të kompanisë mbi dëmin që ju si institucioni keni bërë duke shkelur procedurë. Ke vajtë shtunën, ke vajtë shtunën, ke vën gjobë. Duhet vijet shtunën të merje mostrë. Kur e ke marrë mostrën e dytë në stabiliment? Ma thua do të sa ditë? Bas një jave. E ke marrë të më kurnat për e ide. Ervin ke shku shumë largë. Që të premten... Nuk është marrë mostrë të premten. Jo, pra ja, e di, po pa marrë mostrë. Dhe së shmarë mostrë për lodhet e tira që gjendeshin kontenia. Nuk ishte marrë mostrë sepse u deklarua deklarua nga subjekti. Është marrë një mostrë e dytë në stabiliment. Mirë, çështja është në hetim. Çështja është në hetim edhe unë nuk dua që të nxjerr element apo të bëj deklarata kur është bërë një veprim dhe kur është bërë. Mostrat janë marrë në momentin e parë të cilën e kemi pasur kur inspektorët akuus kanë shkuar në rimostrim, se mostra është marrë në pikë. Që në datën 21, ju po thoni 22 kur kanë shkuar dy inspektorë që kanë vendosur gjobë, që në datën 21 kur kanë shkuar mas dite, që është gjetë subjekti mbyllur, për sa kohë ka një alert, me datën 21 ditë e premte, për sa kohë ka një alert, kompania mbyllur, jo më zotëri, hajde hap kompanin, dzirë gjithë stafin punë, e gjitha këhuja aty dhe merë masa për të atërhesh nga tregu. Reklama e këthemi pas pak studia. Jemi sërish në alert në këtë pjesë të tretë dhe po flasim për situatën e salmonellës. Salmonellës, në fakt, e cila me gjithë alarmin, vetë si problem nuk është aq shqetësues për konsumatorët apo për publikun, përveç pjesës kur keq informohen e tjera, sepse vetëm në vitin 2023, sipas Autoritetit Evropian të Sigurisë Ushqimore, janë mbi 77.600 raste salmonellash në Bashkimin Evropian, dhe sigurisht nuk ka qenë i gjithë ky panik sa që është për 7.900 kg në Shqipëri. Do shkoj pak të zoti Zusi, se ka mbetur në hije në fakt, për shkak të diskutimit të në pjesën e dytë. Zoti Zusi, 1498 ton, nuk është zoti Zusi? Okej, shpresoj të lidhen me te besoj regjia, gjithsesi më njoftoni. Atëherë, Martin, 1498 ton deri tani, vetëm këtë vit, janar shkurt mars ka importuar kompania AMG, 60 kontejner, nëse e lexoj, ase më saktë dhe syzet, janë analizuar 2, dhe kanë dalë okej. Pra, 2 raste, dhe në të 2, si pas kompani, si që më kanë thonë, që nuk kanë marë përgjigje nga Autoriteti Kombëtar e Ushqimit që ju kanë ardhur për analiza që kanë rezultuar konform. Në 2024 janë 3.566 ton me 137 kontejner. Në gjitha rastet e analizave ka rezultuar konform, pra të rregullta. Në 5 vite janë 672 kontejner dhe në gjitha rastet kur janë marrë mostra mbi bazën e planit të marrjes mostrave, nuk ka pasur probleme. Oke, nisim bashkë dhe pasaj shkoj të Albani, sepse më thot regjia që sa po është lidhur, por nuk e di nëse e dëgjoj hyrjen time. Gjithë kjo situatë, për gjykoj, nuk e di, po importusi më i madh i mishit dhe... Subjekti është patjetër një nga importusit më të mëdhenj të produktit mish në vendin tonë, dhe gjithashtu unë mund ta konfirmoj që nuk kemi pasur problematika në marrjen e mostrave në pikë për problematikat mikrobiologjike me subjektin. Jam shumë dakord, po, a mendoni që... Edhe kjo është një gjë, do me thënë, që subjekti po bën atë që duhet bëj. Po, vetëm se ka pas një... Për këtë nuk mund të themi që... Nuk mund të themi as bravo... që nuk bashkëpunoj. Ku ka qenë ky mos bashkëpunim? Pjesa e mos bashkëpunimit ishte në momentin... Ashtu si shlena ka ardhur të dhënat e inspektimit nga trupa inspektuese, është rezultuar që subjekti nuk ka bashkëpunuar në dhënien e informacionit lidhur me gjurmëshmërinë e produktit. Kjo është pjesa që Autoriteti Kombëtar i Ushqimit thotë që subjekti nuk ka bashkëpunuar. Dhënia e gjurmëshmërisë, krijimi i kushteve të inspektimit, dhënia e çdo lloji informacioni, lejimi i trupës, i fundit të subjektit, lejimi i trupës para këtij rastit. Sipas planit me bazë si ka qenë
para 6 muaj apo para 3 muaj në këtë aspekt. Gjurmëshmëria nuk merret a priori si e ka pasur një herë dhe unë them me qenë se ka pasur atëherë mirë do ta në rastin konkret, për lotin konkret ka që duhet. Në rastin konkret, flasim gjithmonë për rastin konkret. Në rastin konkret, trupës nuk i është vënë dispozicion asnjë gjurmëshmëri, asnjë listë me emra në kontrollin e parë. Që ta sqarojmë pak këtë. Sepse gjurmëshmërinë e keni marrë. Unë flas me dokumentacionin i cili më ka ardhur në zyrë edhe e kemi parë. Atëherë, Kjo është reagimi i trupës inspektuese që nuk ka gjurmëshmëri, për cilën subjekti ka marrë dhe masën administrative. Pra, nëse i referohemi rastit parë, subjekti ka masën administrative, që edhe kjo do t'i nënshtrohet ankimimeve, pa diskutim, se kemi dhe ne kontestimet tona lidhur me këto rrethana. Gjurmëshmërinë ju e keni marrë. Pra, e keni marrë të gjithë dokumentacionin që ju keni kërkuar për ngarkesën ku është shitur dhe... Gjurmëshmëria që morëm neve, më lë ta mbaroj. Gjurmëshmëria që mori autoriteti kombëtar i ushqimit është marrë në inspektimin e dytë dhe në bashkëpunim interinstitucional. Nuk është dhënë me atë me dëshirën e kompanisë. Sepse është një gjë zero bashkëpunimi dhe është një gjë kur thoni që nuk ka gjurmëshmëri. Gjurmëshmëria është dhe gjurmëshmërinë e keni marrë. Dhe në bazë të asaj gjurmëshmërie, po tash ju po shikoni që dokumentacioni i gjurmëshmërisë nuk është krijuar as me datën 25 as me datën 26. Është me data të mëparshme, cilat janë datat që dalin nga sistemet, nuk dalin se i formon shoqëria. Tani, është shumë e rëndësishme. Që të futen në këtë diskutim e qenë se kjo është edhe pjesë e hetimit. Shikoj, juve nuk e dëshironi, por unë dua që ta sqaroj publikun. Unë dua që ta sqaroj publikun që i gjithë dokumentacioni është vënë në dispozicion. Në momentin që ne kemi ardhur për kontroll zyrtar, në kontrollin e dytë nuk ka më penalizime për shoqërinë për sa i përket gjurmëshmërisë, por shoqëria e ka paraqitur gjurmëshmërinë dhe ju jeni evident që në momentin që juve keni ardhur, keni gjetur dhe produkt të kthyer. Pra kjo është akoma më e rëndësishmja. Pra që në datën 21, që në datën 21 dhe datën 22 mbas kontrollit parë, shoqëria ka filluar në mënyrë të menjëhershme të rreqjen e produktit. Pra mbasi është vënë në dieni për rezultatin e analizave, ka filluar në mënyrë të menjëhershme të rreqja e produktit dhe juve kur keni ardhur keni gjetur produkt të tërhequr. Dhe për këtë jeni evident dhe jeni koshient. Përse atëherë nuk ka ekzistuar mundësimi informacionit që në inspektimin e parë? Mos e dyshoni situatën e gjurmëshmërisë, sepse gjurmëshmëria nuk është e datës 25, është e data mungesat në informacion. është përpara datës. Mungesat në informacion që ne morëm në përmjet informacionit parë, në udhëhoqën ne për të bërë inspektimet e më bashkëme. Zbatoni procedurat ashtu si që janë për të zbatuar procedurat, ne procedurat i zbatojnë në dorëzuar fatura shitje ditën e inspektimit? Të gjitha më, i keni. Do shkoj pak të Albani. Zoti Zusi, fakt dhe doja një koment nga Zoti Zusi se ku ka qeduar, ku mund të ketë qeduar gjurmëshmëria ose deklaratat e dy palëve. Dhe sepse vetëm shkurtimisht sepse në fakt jemi drejt fundit. Pjesa e tretë është disi më e shkurtër. Dhe një koment në lidhje me atë çfarë nëse e arritët e dëgjuat në lidhje me sasitë e importuara dhe gjithë analiza që kanë rezultuar konform. Shiko, po e filloj nga fundi. Unë vazhdimisht e kam thënë që ky subjekt, më ndiqni? Po. Unë vazhdimisht e kam thënë në të gjitha emisionet, edhe kur kemi qenë bashkërisht në një emision, po edhe në dalje të tjera kam thënë që ky subjekt është një ndër subjektet më të mirë që ne kemi në Shqipëri, është absolutisht një subjekt serioz. Dhe unë nuk jam gjendje të them se çfarë ka ndodhur, sepse nuk di detajet e atyre 2-3 ditëve të para të inspektimeve që janë bërë atje. Por duke dëgjuar këtë rrallë edhe avokatin e kompanisë, unë do të thoja se pavarësisht gjithë zhurmës madhe që është bërë, do të thoja që institucionet dhe konkretisht AKU-ja apo edhe ndonjë institucion tjetër nuk duhet të impaktohen nga zhurma e madhe mediatike që është bërë dhe të ndërmarrin veprime nën presionin mediatik, por të ndërmarrin veprime shumë korrekte ligjore, sepse mund të ndodhi ajo që tha Ervini pak më përpara, që ne përveç rrezikut, sepse besoj se filetën e pulës kontaminuar nuk e hëngrëm, për sa kohë nuk kemi asnjë lloj prove, asnjë lloj evidencë që dikush ka pasur konsekuenca nga kjo punë.
po përveç rrezikut për të ngrënë një fileto me salmonell, mund të marrim edhe ndonjë penalitet nga kompania. Më shumë se sa ne të mendojmë që të qetësojmë publikun duke ndërmarrë masa ndaj kompanisë, mendoj se duhet të fokusohemi për të nxjerrë konkluzione për praktikën dhe mbi bazën atyre të konkluzioneve të ndërtojmë sistemin që të mos kemi më të tilla diskutime. Qartë. Gentian, në lidhje me ato çfarë tha Martini. Ta vazhdoja pak tek parafolsi? Po patjetër, të zotit. Se tregoj që tha që është kompani shumë serioze, pa diskutim që po e them me bindje. Ai ju njeh, ai është përfaqësuesi i shoqatës, besoj se. Besoj që po. Por dua të tregoj që këto janë të dhëna që pa diskutimi di edhe vetë AKU-ja, jo vetëm seriozitetin, por dhe faktin e tregtimit nga ana e shoqërisë të sasive të produktit të mishit që importohen në Republikën e Shqipërisë. Çka të tregon gjithmonë seriozitetin e shoqërisë. Në vitin 2020 kemi 3.847 tonë. 0 probleme. Të konstatuara dhe nga ana e AKU-s. Në vitin 2021, që ka qenë për hir të vërtetës një vit jo fort i mirë për shkak edhe të koronavirusit, 1.588 tonë. 0 probleme nga kontrollet e AKU-s. 2022, 4.034 tonë. 0 probleme. 2023, 2.882 tonë, 0 probleme, edhe në bas kontroleve të AKU-s. Në 2024, 3.566 tonë, 0 probleme, në ta konfirmoj edhe zoti Martin vetë, dhe 2025, deri në këtë moment që flasim, kemi 1.498 tonë, 0 probleme. Po prapë, një problem le ta themi tashmë, sepse është rasti përjashtimor. Kështu që kjo tregon shumë qartë që shoqëria, përveç se nuk duhet përmend faktin e taksa paguesit shumë të madh që është për shkak të xhiros që ajo kryen. Po nëse kjo nuk e justifikon për të bërë gabime nëse bën. Në mënyrë më absolute, nga ana e shoqërisë nuk ka gabime. Shoqëria është bashkëpunuese. Kontrolle nga ana e AKU-s nuk është bërë vetëm me datën 21 dhe 22 mars. Kontrollet nga AKU-ja janë periodike. Mund të ketë 1 ose 2 kontrolle në muaj. Gjithmonë për të kontrolluar lidhur edhe me gjurmëshmërinë apo edhe me kontrollet tjera për cilësinë, higjienën apo çdo lloj kontrolli tjetër që realizohet nga ana e AKU-s. Pra, nuk është se është kontrolli i parë ky që është realizuar pranë shoqërisë. Kontrollet AKU-ja, institucioni ka ardhur, ka konstatuar, ka përgatitur proces verbalit, është larguar, i ka konstatuar gjithçka në rregull. Pra, kjo tregon që shoqëria nuk e ka në mënyrën më absolute mundësin apo le të themi nuk ka patur qëllimin që të shmang kontroll nga ana e AKU-s. Përkundrazi, dokumentacioni ka ekzistuar, është marrë nga ana e AKU-s dhe është proceduar më pas edhe me të gjithë përgatitjen e dokumentacionit përkatës nga AKU-ja. Është i gjithi i listuar dokumentacioni që i është vënë në dispozicion AKU-s. Dhe është e qartë që gjurmëshmëria ekziston, sepse në bazë të asaj gjurmëshmërie, vetë institucioni ka filluar veprimtarinë e saj për tërheqjen e produktit dhe magazinimin në ambientin e shoqërisë. Gjurmëshmëria ka qenë problematika kryesore. Nëse gjurmëshmëria do ishte vënë në dispozicion qysh në inspektimin e parë, atëherë do kishte marrë rrjedh tjetër e gjithë çështja. Kontrolli nuk varet nga ne, kontrolli varet nga kur del problematika. Pa diskutim. Atëherë kur del problematika, asnjëri nuk do të dali nga shtëpia në orën 6 pasdite apo në 9 të darkës. Sepse e përmendi zoti Zusi në fakt, punën e të infektuarve, të prekurve, që në fakt nuk ka. Nuk ka asnjë statistikë. Nuk e di nëse dikush i ka kërkuar infektivit apo qarqet në cilat është përndar ky produkt. Informacion. Në momentin që ti pretendon nga unë mos dalë kontroll mbas dite, atëherë ti nuk duhet të shesësh mbas dite. Unë procedurën respektoj. Do kishin njoftuar vetë. Kolegje gazetare që publikojnë një status që ishte Unë kam punën traduktuar
kurse subjekte ka palimit të bëjë biznes në çdo moment të ditës së natës. Problemeve kalojnë edhe si një lloj, po themi, me dhjella apo me diaret në viroze dhe normalisht pa bërë analizë specifike, nuk mund ta vendosësh kjo pasoja. Pyetja ishte diku tjetër për ju dhe më pas për Martini, po sigurisht edhe nëse ka zoti Zusi në 4 minutat e fundit jam. Tani, jemi duke folur për një salmonel të veçantë, nuk jemi duke folur për ato salmonelat e zakonshme me tifimorium, që është ndër dy më të rrezikshme, sigurisht. Dhe gjithë ky shqetësim nuk është për salmonelat e zakonshme, se në të kundërt do ishte edhe po t'ishte SPP e po hyrën gojën e medjave të mori lumë. Jemi duke folur për një salmonel e cila presupozohet që ka pasoja goxha të rënda në qoftë se ajo do ishte. Ka të bëjmë me ngarkesën, nderuar ban, ka të bëjmë me ngarkesën, edhe tifimorium nuk jep gjithmonë shenjat ekstreme të problematikës dhe ato japin në fillim këto probleme të tjeshta. Edhe me Institutin Veterinarisë dhe Institutin e mënyrës gatimit ka njësër elementës. Shiko, unë nuk isha ndërmend bëja pyetje për pasoja që shkakton në fakt. Kisha ndërmend që me qenë se sa ne nuk kemi diagnostikuar, pra aq kohë ne nuk mund të themi që është konsumuar apo në. Jo, unë po të thoya tjetër gjë, me mënyrën e funksionimit të institucioneve. Që po të kishte pas raste, pa diskutim që ato do ishin raportuar. Jo, në këtë periudhë patjetër, këto ditë patjetër, por ideja është kjo që, Ervin, edhe për ty edhe për Martinin, më pas që masë është koha që edhe AKU të kërkoj diçka më tepër. Nëse një njeri shkon sot në spital, për një helmim ushqimor, nga më ndryshmet, s'po themi i prekur apo jo nga salmonela, por çfarë do që tjetë. Duhet njoftuar autoriteti kombëtar i ushqimit më së tri, nga spitali, dhe nga drejtoria rajonale, nëse jemi në Vlorë, Vlora për shembull. Po, kemi pasur raste që kemi pas njoftim nga do ke qenë helmim shumë i rëndë e akut në gjë. Por a duhet bërë kjo, në nivel individish. Gjysmë kishim nga një SHP rajonale. Po. Absolutisht është detyrim, madje nga një drejtor i përgjithshëm vite më parë ju është dërguar kërkesë zyrtare me shkrim edhe Institutit Shëndetit Publik, edhe Spitalit Qendror, që sa herë ka smundje të cilat mund të kenë origjinë të ushqimit, nga helmime ushqimore etj, të intoksikime, të bëhet me dia AKU-ja. Madje ju është kërkuar që të ketë edhe raporte mujore e periodike nga institucionet shëndetësore për AKU-n, për të nxjerrë edhe AKU-ja konkluzionet e veta. Prandaj kjo është një praktikë edhe e ligjshme, edhe e kërkuar zyrtarisht, por thjesht duhet vënë në praktikë. Po do ta lehtësonte edhe puna e AKU-s, do të përshpejtonte ndërhyrjet, domethënë. Kjo është ideja. Martin, 30 sekonda me mik, 30 Ervinit dhe 30 avokatit. E sigurojnë konsumatorin që autoriteti kombëtar i ushqimit është në krye detyrës, i vlerëson me seriozitetin më të madh të gjitha rastet dhe merr masat maksimale në kohën më të shpejtë mundshme për çdo problematik lidhur me sigurinë ushqimore. Ervin, placa sekonda. Gjithë institucionet e varësisë, Ministrisë Bujqësisë, përfshirë AKU-n, ISUV-in, në rastet e veta edhe AGMB-ja, kanë treguar në vazhdimsinë e saj një pafësi profesionale në cilën kanë ekspozuar her pas here konsumatorin dhe shumë problemeve. Në rastin konkret, përveç se e ka ekspozuar konsumatorin në aspektin shëndetësor, e ka ekspozuar ndaj një risku financiar në cilët unë e përmenda pak më para që ka shumë ngërçe në gjithë procedurën në cilët besoj që kompania do të shfrytëzoj në interesin e saj dhe në rregullimin e imazhit. Sigurisht e avokati më vërtet. Avokat. Është ekspert. Shikom, që mos që ta vijoj atë që tha zotëria, shoqëria ka marrë masat e saj pa diskutim, sepse do që ta sqaroj katërcipërisht këtë situatë. Ka bisedimet e saj edhe me furnitorin, i cili është akoma dhe më shumë i interesuar, sepse është më rëndësishme edhe për atë, i cili do të realizoj analizat e tij personalisht për produktin e importuar në institute ose në laboratore të cilat janë të certifikuara. Nëse ka nga njëjti lot atje. Pa diskutim, edhe mund të merret edhe nga loti që është këtu. Kështu që pra ekziston mundësia që të realizohet kjo
kjo lloj analize në laboratore që janë të certifikuara ndoshta edhe në Bashkimin Evropian. Është në interesin në radhë parë e qytetarëve, pra ky ka qenë qëllimi që edhe i deklaratave që ka dalë nga ana e shoqërisë që qytetarët disponon edhe ISUV-i që kështu. Po pa diskutim, kështu që ka mënyra. Mosat përfaqësuesi që ruhet. Po, ISUV është laboratori referencës edhe është një di laborator si mund ta bësh në drejt me kompanisë apo kudo. Ekziston mundësia pa diskutim për të sqaruar katërsipërisht sepse këto janë produkte të cilat analizohen në fillim nga importuesi, pra shoqëria në Brazil, e cila mbasi ka marrë që zotëria e di shumë mirë, zoti Martin e di shumë mirë, mbasi ka marrë certifikimin e produktit në shtetin e origjinës, më pas niset për import në vendet e Bashkimit Evropian apo edhe në Shqipëri. Kështu që shoqëria do të ka marrë gjitha masat për tërheqjen e produktit, ka marrë gjitha masat së bashku dhe me AKU, sepse kjo nuk mund bëhet dot vetëm. Rast të alerte po supon bashkëpunim nuk rezulton. Ka marrë gjitha masat, do të vazhdoj të marrë gjitha masat, konsumatori është garancia e parë për shoqërinë, sepse shoqëria shërben për konsumatorin. Zoti Romano, të falenderoj që ishte. Faleminderit juve. Faleminderit zoti Resuli. Faleminderit zoti Jorgaçi. Faleminderit shumë zoti Zusi. Ju jeni jashtë Shqipërisë dhe sigurisht e gjetet kohën për alert. Ju falenderoj që ishit të katërve. Shpresoj dhe uroj shumë që kompania juaj të ketë zënë mend bashkë me Autoritetin Kombëtar të Ushqimit që kur merren mostra me gjithë se nuk të detyron ligji, thua prit se po pres pak ditë derisa edhe disht paktën për salmonela tilla dhe Autoriteti Kombëtar i Ushqimit t'i kërkoj ISUV që dakord mundoj 5 ditë apo ku diun të procedurë, sidomos për salmonelat e po, por ama për ta detektuar që ka një salmonel, shkon deri në 10 ditë. Po, që ka një salmonel, tipizimi mund të tipizimi mund të bënoj, po fakti që ka një salmonel mund të identifikohet më herë dhe i thua kompanisë prit se ka një salmonel. Një lajm të fundit? Po, patjetër. Vetëm se do nga i njëjti lot ka produkt në nga shteti importues. Sapo merr informacione. Nga njëti lot ka në Brazil të Coca-Cola. Do shihemi të premte në ardhshme në 21. Mos harroni ritransmetimi të shtunën në 13:30. Deri atëherë mirupafshim.